Bashkimi Demokratik për Integrim ka denoncuar, siç thonë, një skandal serioz në ndarjen e fondeve publike për sportin në komunën e Çajirit. Sipas integristëve, nga 3.5 milion denar, sa është buxheti vjetor për subvencionimin e klubeve sportive, një klub i vetëm ka përfituar rreth 1.9 milion denar, ndërsa 15 klubeve të tjera u janë ndarë shuma simbolike nga rreth 30.000 denar. Kanita Ramadani nga Bashkimi Demokratik për Integrim thekson se klubi që ka marrë pjesën më të madhe të fondeve është në pronësi të një të punësuari në komunën e Çajirit, i cili sipas tyre është person i afërt me udhëheqësinë komunale dhe financues i partisë që udhëheq komunën. Bashkimi Demokratik për Integrim mes tjerash ka ngritur dyshime serioze për konflikt interesi dhe kapje të fondeve publike. Faktet janë këto. Në vitet e fundit, klubi në pronësi të një të punësuari në komunën e Çajirit ka përfituar rreth 1.9 milion denar, ndërsa 15 klube të tjera janë detyruar të ndajnë mes vete shuma simbolike prej rreth 30.000 denarësh për klub. Pra një klub merr pothuajse 2 milion denar, ndërsa 15 klube marrin sa për mbijetesë. Kjo nuk është mbështetje për sportin, kjo është monopolizim i paras publike. Nga BDI kërkojnë hetim nga Komisioni për Parandalimin e Korrupsionit dhe Enti Shtetëror i Revizionit dhe transparencë të plot për çdo denar të ndarë, si dhe pezullim të vendimeve të kontestuara, duke theksuar se sporti nuk duhet të shndrohet në mjet për klientelizëm politik, por të shërbejë për interes të fëmijëve dhe qytetarëve të Çajirit.